ai është një nga aktorët më të mirë në vend, po flasim për Ndriçim Xhepën. Edhe pse është djali i aktores së madhe, Margarita Xhepa, Ndriçimi ka punuar fort që të mos njihet vetëm si djali i Margaritës, por të ketë edhe identitetin e tij si aktor, dhe me sa duket ja ka arritur. Ndriçimi është babai një djali dhe shpesh në intervista ai thotë se do të kishte dëshirë të jetonte aq kohë sa djali i tij të rritej e ta nxjerrte në jetë, që të jeti Zoti për të marrë vendimet e tij për jetën. Ndriçimi më herët ka patur probleme shëndetësore, madje në një rast ka qenë qeveria shqiptare që ka financuar shërimin e tij jashtë vendit. Aktori nuk ka hequr dorë asnjëherë nga skena, edhe pse ne e njohim më së shumti nga rolet e tij. Ato që e njohin nga afër e din mjaft mirë se Ndriçimi është burr me karakter të fortë e me taban. Këtë ka treguar edhe nga një vendim që ju desh të merrte. Me shumicë votesh, ai u sjell antar i Këshillit të Lartë Drejtues të Radio Televizionit Shqiptar. Ky ishte një pozicion mjaft i mirë, që përkthej gjithashtu edhe me një rrok plus shumë të mirë. Kur Ndriçimi kuptoi se atij i duhej të votonte vendime për të cilat nuk binte dakord, vendosi të dorëhiqej nga ky post i rëndësishëm, vetëm një muaj pasi u emërua. Burime pranë aktorit sqaruan se Ndriçimi as nuk shitet dhe as nuk blihet. Ai është burr me karakter dhe askush nuk i vë dot atij një çmim. Për më tepër, ai nuk bën kompromise të fëlliqura, edhe nëse në këmbim të tyre do të fitonte shumë lek. Me sa duket, Ndriçim Xhepa është jo vetëm një aktor profesionist, por edhe një njeri me vlera, dhe në kohët e sotme, burra të tillë janë të pakët në numër.